Me qenë se do të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare, ne kemi qenë të interesuar që natyrisht të marrim pjesë edhe në organet vendimmarrëse. Ne kemi filluar së pari me pjesëmarrjen tonë në forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gaza dhe aty unë e di që Kosova është përfaqësuar në konferencën në Doha në Katar nga General Lejtnant Komandanti I FSK-s Bashkim Jashari. Pra ne kemi shprehur si Republikë e Kosovës gatishmërinë tonë që të marrim pjesë në këtë forcën stabilizuese ndërkombëtare, ku natyrisht që FSK-ja është e mirë njohur tashmë për kërkim shpëtim dhe për deminim, por jo vetëm. Me qenë se do të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare, ne kemi qenë të interesuar që natyrisht të marrim pjesë edhe në organet vendimmarrëse politike për atë forcë stabilizuese ndërkombëtare. Tash procesi do të ecë më tutje. Unë jam kryeministër në detyrë, nuk jam ende në mandatin tim të tretë, por kudo që ka nevojë për paqe në botë, ne dëshirojmë që të kontribuojmë, sepse kemi qenë përfitues të paqes në vendin tonë nëpërmjet forcave ndërkombëtare, andaj tash duam që të marrim pjesë me forcat tona dhe kapacitetet tona edhe në paqet në vende të ndryshme në botë. Sa I përket Gazas, ju e dini që ne I kemi ndarë €500.000.000 si qeveri dhe ky është një proces që do të vazhdoj edhe në vijim.